Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, përshëndetje të nderuar shikues kudo që na ndiqni. Sonte do të trajtojmë një temë etike që ka të bëjë me shëndetin, mjedisin, ambientin. 26 vite pas luftës është kthyer në debat kombëtar çështja e mbeturinave, bërllogut apo plenave, që shqytojnë vllaznet tanë atje në Shqipëri, në kryeqytet. Gjithandej pamje jo vetëm e shëmtuar, por nuk mbahet në mend që ka reaguar dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik duke alarmuar për rrezikun e një pandemie. Institucion zbatuese të ligjit, prokuroria u aktivizua, nuk kemi informacione se deri në fazën e timet për gjetur pistat e dyshuara për këtë katastrofë, nëse mund ta them, ekologjike në qytet, jo vetëm për pamjen e shëmtuar, por për mbajtja e një rreziku të madh që kthehet në shqetësim për qytetarët kudo që ata jetojnë në Prishtinë. Kem pasur këto rrëfime kryesisht të partisë në pushtet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të drejtorëve të kryetarit Rama, nuk e kam pasur asnjëherë ish drejtorin e shërbimeve publike Ilirik Musliu, i cili ka drejtuar këtë drejtori për sa kohë që PDK ishte në koalicion me zotin Rama në Prishtinë. Prezantoj Ilirik Musliun, siç e paralajmërova edhe më herët. Musliu, nuk ju kam pasur në studio, por që të bëhet Prishtina pas 26 viteve temë kombëtare debatit publik për një çështje ambientaliste. Bërllogun e pashpjegueshme. A keni shpjegim ju si? Po, është vërtet kjo që the, po, është vërtet që sot është një vërtet e pamohueshme që Prishtina është kthyer në një deponi urbane, për fat keq. Unë para se të jem këtu në rolin e ish drejtorit të shërbimeve publike, unë jam qytetar i kryeqytetit, një djallë që është lind, është rritur në kryeqytet, që ky kryeqytet i ka hap shumë edhe më ka zhvillu, po në njëjtën kohë mendoj edhe fëmijët jam të i rrit këtu edhe kanë me jetu këtu, kështu që kjo situatë me të vërtetë është alarmante. Ju edhe vetë cekët që është hera e parë që për një çështje të tillë, pra kanë reaguar edhe institucione tjera, sigur institucioni kombëtar shëndetësisë, pastaj kemi pas edhe ndërhyrje nga avokati i popullit, kemi pas ndërhyrje edhe nga institucione tjera për liri drejtat e njeriut dhe në fund edhe prokuroria. Mu që kam vjen keq është që këtu po e shoh një neglizhencë dhe një papërgjegjësi për faktin që ne nuk flasim sot për menaxhim mbeturinave, ne flasim vetëm për grumbullim mbeturinave, për fat keq. Pra ne flasim për një proces elementar bazik, sikur para luftës. Shkon një kamion, i merr mbeturinat edhe i dërgon në deponi. As nuk kemi ndarje burim, as nuk kemi riciklim, domethënë nuk kemi bërë asnjë hap para. Kjo është e vërteta. Ne kemi edhe një target para Evropës se deri në vitin 2030 vetëm 10% e mbeturinave duhet me shku në deponi. Ndërsa na sot jemi në situatën ku sot krejt lutemi inshallah kemi më pas nesër shërbim bazik elementar të mbeturinave. Cili është rrëfimi juaj? Se keni vënë në fund akuzave nga është e vërtetë. Kryetari i Rama, nga drejtori aktual i shërbimeve publike, Bekim Brestovci. Ata s'po na lën për të punuar. Përkatësisht akuzat kanë qenë të drejtuara më shumë ka PDK-ja në Prishtinë. Po mund ka ardhur keq shumë, me thënë drejtën, në momentin kur kjo çështje është politizuar. Kjo mas pakti i takon politikës. Unë kam pasur që kryetari Rama ka bërë shumë deklarata për konsum politik, pastaj edhe për populizëm, për me arsyetu edhe me u shfaqsu karshi kësaj paaftësie. Kjo është paaftësi e tij. Jo, kjo është paaftësi e kryetarit Rama. Mos harroni, një kryetar i komunës ka aq shumë kompetenca, super kompetenca. I ka të gjitha mekanizmat institucional për me mujt me kry një shërbim elementar dhe bazik. Shiqoni, nuk ka asnjë rol, asnjë pozicion brenda komunës së Prishtinës, qoftë ai nën kryetar, drejtor, kryeshef, çado qoftë që mundet ka forcë me sabotu një kryetar të një komunës. E aq më pak, një kryeshef në një ndërmarrje ku 70% e asaj ndërmarrje janë të LDK-s, se historikisht e ka menaxhuar ato. 70%. E asaj ndërmarrje janë punëtorë të LDK-s. Ata po jo akuzojnë juve që po punësoni njerëz më. Ridvan, kur kam qenë drejtori i shërbimeve publike, un kam pas grevë, ndërmarrjen pastrimi. Me kryeshefin e njëjtë, unë kam pas vetë, Resica, kam pas grevë ndërmarrjen pastrimi, edhe nuk kemi pas shërbim, 3 ditë. Po çka ka ndodhur? Unë të nesër më në mëngjes. Nuk kujtohet ajo periudhë.
Të nesër më në mëngjes, para se Treqicën po e akuzojnë se ka instalu... Atëherë ma pas ka instalu edhe mu grevër. A shfi PDK-s, apo Ura një smalit. Po, edhe mu ma pas kanë instalu, pra, një PDK-s jo. Në kryetari degës PDK-s Prishtinë. Po. Të unë kom pas grevë. Të nesër më në mëngjes, para se cilit punëtor kom shku ndërmarrje. Edhe i kom prit gjithë. I kom taku gjithë, me bord, me kryeshef, me sindikata. Jemi uli, kemi diskutu. Edhe ja kom bët qartë. Nuk dal prej kësaj zyre pa jep zgjidhje këtij problemi. Jemi marrë vesh, i kemi rregullu kushtet për punëtor, edhe kemi jetë studje. Përveç asaj ne kemi ble kamionat për ndërmarrje. I kemi ble kontinjerët. Për herë të parë, nëse është bë politik, nëse është bë politik, atëherë unë nuk e kisha arrit çmimin e faturës. Kisha bë kalkulime politike për një grosht votave atje, edhe se kisha prek faturën. E kom rrit faturën për Beturina. Ju e keni rrit. Unë e kom rrit, me vendim temin. E kom vendos në asamble edhe është votu, me qëllim që me ruaj stabilitetin e ndërmarrjes. Por prap, ju kom tregu edhe tash qeverisë lokale, prap çmimin e keni më të ulët se shumë qytete në Kosovë. E po flasim për kryeqytet. Pra, gjitha veprimet janë marrë me qëllim që me pas një shërbim. Sot nuk është ajo çështje, mungon. Kështu që para kësaj greve, sot ne kemi pas rastin kur e kemi pa një protest para komunës të punëtorëve, edhe kemi pa kryetarin Rama i cili ka taku një ekip përfaqësues tjetër të një sindikate tjetër që nuk ka qenë pjesë e protestës. Ndërsa ata që ka qenë protest, nuk i ka taku. E kemi pas thirrjen e avokatit popullit që e ka thirrën takim me jep zgjidhje. Ka shpreh vullnet për ndërmjetësim, po. Ka injoru. Tregom, po bëhen 4 vite. Qysh e di zotin Rama ke bashkëpunuar? Unë kam bashkëpunu, po me thon drejtën. Është mundun deri në këtë pikë, me u ka ta ndis. Është mundun ke punë. Shqo, për 4 vjet, mos me qenë gjendje me vizitu asnjëherë të vetme ndërmarrjen e cila e na gjën ti i aksionar 80%, për mua është totalisht e pakuptueshme. Nuk më flan, apo kupton, mos më ofendo, nuk jam naivun me më thonë është sabotim, kur ti as edhe një lëvizje të vetme nuk e ke bu. As edhe një herë. Shiqo, krejt veprimet të cilat i kanë ndërmarrë, çojnë vetëm me një rrugë. Kjo është formula me e falimentu pastrimin. Kam bë thirrje që mjetet me formula me falimentu ndërmarrjen. A i keni ndëgjuar rrëfimet e tyre? Qa po më dëgjon edhe mua çka kanë bë këta. Po, veprimet e tyre. Unë gjithmonë po thirrem veprimet e tyre. Shqo, unë sot nuk jam për me mbrojt askënd, as me sulmu askënd. Unë sot me thonë drejtën, këtu jam pozicionin një fituesit moral. Se unë jam shkarku, kinse Beturinat janë keq. E sot janë shumë herë ma keq. Apo kupton? Do me thonë që kjo është e vërteta. Po, çka po du me thonë është që veprimet të cilat i kanë bë këta, janë vetëm me një formulë. Është një produkt, falimentimi. Kanë bë thirrje qytetarëve mos me e pagu faturën pastrim, po me e pagu në komunë. Në rregull. Ku janë mjetet të cilat i ka pagu qytetarët? Pse nuk ja pastrimet? S'ka pas kontratë, thonë. Po nëse s'ke pas kontratë, pse se ke ndërprer ditën e parë? Me një janar mi thonë zotni, t'lutna, nuk del në teren se nuk i kontratë. Pavarësisht që qëllimi i ndërmarrjes pastrimi ka qenë i mirë. Po ta ilustroj. Nëse sot unë e kam një iniciativë të mirë për komunitetin, po du me ndërtu një qerdhe, po du me ndërtu një kënd lojrave, a mleni me e bo komuna. A mlenu në sot muqu, me thonë gëmë se e kom qëllimin e mirë, pe bëj një 3 kaç të një qerdhe. Pa kontrat, pa marrëveshje. Nuk len. Pse e ke lënë edhe pastrimin me dal pa kontrat? Te e ke lënë me qëllim që ai me gjeneru kosto për 5 muaj, me pas paga, naft, e shumë shpenzime tjera, edhe mas 5 muaj mi thonë që përshet që falimentove. Shqo, Ridvan, nuk është vetëm ndërmarrja pastrimi, ndërmarrje lokale, ki edhe ndërmarrje të tjera. Unë me sinceritetin më të madh, me bindje të thellë po të them. Veç 2 muaj, mos i paguaj faturat në ndërmarrje tjera. Nëse ata munden me operu, atëherë unë po japi çfarë dush përgjithësie. Trafiku urban, mos e paguaj 2 muaj, e shaki me pa një autobus, e çysh po menon me marrë shërbim. Kështu që veç një duhet me ditë krejt me pas qartë. Pa duart e ndershme, çaty në punëtorëve. Besomni, pa pastrimin nuk mundet me qenë qyteti i pastër. Munden me pas operator privat që e ndihmojnë pastrimin kur kanë sfida, kanë telashe. Këtë ndërmarrje kanë telashe, dhe operator privat kanë telashe. Është e kuptueshme. Po pa pastrimin në krye nuk bëhet ajo punë. Motivi ka qenë pura me falimentu ndërmarrjen regionale pastrimit. Cilën arsye? Me arsyen që me marrë me fut operatorin privat. Në ekonomi tregut, edhe mund ta mirë kuptoj këtë, se në ekonomi tregut lirë, edhe lejohet çësia e shërbimit privat, nëse në ndërmarrje del që nuk ka kapacitet. Po realisht e keni ndërmarrje sot më të fuqishme se kur. Apo kupton, sot për herë të parë ndërmarrja pastrimi i ka kamionat e ri, që ata ëndër e kanë pas me pa në borën e tyre kamion të ri, i kanë kamionat e ri. Sot për herë të parë
ai punëtori ndershëm që për mua janë heroj gjallë, e kanë mundësi me e mbledh mbeturinën me një kontinjer 3 që rrotat i bojnë edhe shërbimin e bën shumë ma lehtë. Për herë të parë i është rrit rroga punëtorëve. Për herë të parë e kanë edhe shujtën. Për herë të parë ju ka bërë edhe sigurimi shëndetësor. Domethënë te e kin gjendjen më të mirë të mundshme ndërmarrjen pastrimi prej pas luftës. Rentabilitet, me levërdi financiare. Po pse? Thonë që do të me këto nuk e kuptoj, mi subvencionuar çdo muaj nga 200.000 euro. Jo. As edhe një moment nuk lyp as një ndërmarrje subvencionim edhe lëmosh. Lyp me e pagu fakturën për shërbimin që jam. Jënë gënjeshtra ato që thonë është totalisht e pavërtetë. Domethënë unë sot me përgjegjësinë më të madhe po e them, pastrimi nuk ka nevojë me subvencionu. As edhe një ndërmarrje ka nevojë me ja pagu faturën për shërbimin që e ke marr. A ke marr shërbim 5 muaj? Po, pse s'po e pagun? Atëherë do shme e pagu. Cila është tjetra formulë përveç se prapo do me falimentu. S'po të paguj, falimento. Shqeqeja 900 familje që jetojnë aty. Kam punu në kushte edhe shumë më të vështira. Situata edhe shumë më të rënda. E kam bërë gjithmonë më të mirë të mundshme. Kanë qenë punëtorët e vetëm që në pandemisë janë pagu kur gjë shtesë ekstra për punën që e kam bërë. Do të mi trajtu me dignitet. Do të mi ndëgju. Ata s'po trajtohen me dignitet. Ata nuk po trajtohen me dignitet. Momentin kur ti nuk i vullnet as me ndëgju, nuk i vullnet me ul, me diskutu. Cili ka qenë diskutimi deri sot për me jap zgjidhje. A diçka kom pa unë sot. Deri sot unë kom pa lojra fjalësh në përjetës sociale po statuse. Domethënë tu fsheh pas problemet e masnej duke reagu me një propagandë, me një arsyetim politik, me një sabotim, po nuk është e vërtetë. Jemi tu fol për një element bazik të shërbimit të mbeturinave. Momentin që ulesh, unë me kështu, po të them, për 30 minuta ky problem mundet me u zgjidh. Kur i ki 2 milion, ta kishit zgjidhur jo. Kur i ki 2 milion me jap sektorit privat, pse si kpate 2 milion me e pagu pastrimin? A e keni shkruar javën e fundit e keni shkruar me operatorin privat 2 milion. E pse ato 2 milion nuk ja dha pastrimit për shërbimin që e ka bu? Ki infrastrukturë më shumë, ki kamion më shumë, ki punëtor më shumë, asnjë operator privat për momentin nuk i afrohet ndërmarrjes pastrimit. S'mundet apo kupton se nuk ka qenë as fokus i operatorëve privat me investu në një industri se e kanë ditë që pastrimi është super fuqi. Andaj kjo është totalisht e papranueshme. Unë po them, nuk shoh vullnet, s'ka disponim për me jap zgjidhje, po shfrytëzohet për me u arsyetu pa aftësia atyre, po gjithë kjo punë, unë po them, kjo qeverisje lokale, kjo gjendje me mbeturina e pasqyron mas mirë. Nëse folim për qeverisje lokale në Prishtinë, qeverisja lokale në Prishtinë është gjendja të cilën e shohim sot me mbeturina. Mos harro, mbeturinat nuk janë sot problem. Në gjitha matet që janë bë, në vitet e fundit ka qenë në 3 problemet kryesore të kryeqytetit. Qendën Dacak, mbeturinat dhe komunikacioni. Tregom çka është bën këtu. Për çka është i thirrur kryetari Rama? Nuk është as kryeministër as president. Është kryetari i kryeqytetit. Do të më qenë afër qytetarit, me ndëgju cilat janë sfidat, problemet, me jap zgjidhje atyre. Deri sot, cilat janë intervenimet që juaj e koalicionit me to, çka flet? Shiqo, momentin kur ne kemi qenë çkarkuar në siç e thatë në justifikimin që nuk keni dhënë rezultatet në menaxhimin e sektorit. Shiqo, unë e them kështu me mburje edhe me shumë krenari që drejtoritë të cilat i kanë menaxhu PDK-ja kanë qenë drejtoritë me performancën më të mirë. Këto nuk e po them veç unë, këto e kanë thonë edhe organizata të cilat vit për vit kanë bo vlerësim, evaluim të performancave. Që shumë mundar. Tash, se na undajtëm, na nuk undajtëm prej mos punës, po na undajtëm prej frikës që jemi të punu shumë edhe po rritemi shumë si PDK, edhe po rritemi shumë si PDK në Prishtinë, performanca shumë e mire drejtorive tona, do më thonë ata e kanë thonë, ajo është zyrtare, e shep, për çdo vit kur është bëj evaluimi, kemi pas performancat më të mirë të mundshme. Drejtoria e shërbimeve publike, drejtoria e arsimit, drejtoria e sportit, e bujqësisë, e kulturës kanë qenë drejtori të cilat. Zona Saciu tani u ndërua në Tiranë nga kryeministri Rama. Me një projekt cili ka pas me u bë në Prishtinë. Ishte Macron që bashkë me Ramën dhe me zonën Saciu atje përrua nisën e shkollës së teknologjisë. Është një prej projekteve të cilin na sot kishim mujt me pas Prishtinë, të tilla ka shumë prej drejtorive. Kush e ndalim ato? Përparim Rama nuk ka pas vullnet. Nuk e ka shty projektin bashkë me nën kryetaren. Unë e di vetë kom qenë prezent edhe në disa takime kur nën kryetaria ka bo maksimumin, më të mirë të mundshme për me e bo, me jetësu, ka qenë fushën e saj, e njeh shumë mirë, ndoshta prej njerëzve më të përgatitur që e kom njohur në herë në këtë fushë, kështu që po kjo neglizhenca, dëshira, mungesa e dëshirës, as pak vullnet për me i shty proceset përpara, ka ardhur deri te kjo me i hub shumë projekte, po që edhe sot me u ballafaqu me një epidemi. Shqeqona sot s'flasim veç për problem mbeturinave. Unë e thash problemi shëndetësor. Po sakt.
Sot qytetarët e shohin një mbeturim, pra e shohin një problem shëndetësor para se cilës derës vetë. Kjo është realitet. Andaj, e kryetari me pas luksin, me najtë në zyre, edhe me umarë me rjetës sociale, për mua totalisht e papranueshme. Që qeverisja lokale ka të bëjë me jetën e përditshme të qytetarit, me problemet ditore cilat e Si e njeni Ramën ju për atë shkollë? Nuk është person operativ, domethënë nuk është ai që del në terren, që është afër qytetarit, nuk është ai që stilin e ka til. Domethënë është i till menaxher që unë mendoj që për momentin është i fundit që kisha mendu me menaxhu kryeqytetin e Prishtinës, po jo vetëm kryeqytetin e Prishtinës, po secilën do komunë. Për faktin që sa kom qenë brenda në komunë kom pa çka duhet, çfarë profili, çfarë menaxheri duhet, çfarë lloji menaxheri duhet për me menaxhu me komunë. Dush me qenë non stop në terren. Shqo unë s'kisha mujt me flajt. Ka mërzit takot me njerëz? Po, nuk del. Shqo, a arsyeton ti nëse një problem ka të madh, alarmant, krejt po flasin. Krejt institucionet tim kombëtare më po, tim kombëtare. Edhe ti e ki komoditetin me najtë në zyre. Jo bre në kamion kisha najtë une. Me kamion, se cilin lokacion, me pas çka po ndodh, ku është problemi. Kisha najtë në zyre të pastrimit derisa i kishim zgjedh problemin. Apo thu kryeshefi është problem. Le kryeshefin, s'peta kon bordin bre. Se s'peta kon çata sindikata që aty në punëtorëve. Edhe sot ishim para komunës. Për asnjë moment nuk e mur iniciativën me dalë dhe me i përshëndet ata. Ata janë heroj gjallë. Ata çdo ditë e kanë marrë qytetin e pastër. S'po e them unë, çe? Po e thot gjendja e cilën është. 2 ditë s'ke pas shërbim për ndërmarrjes pastrimi, kështu çfarë gjendje ka krye qyteti. Do të më qenë falënderues. Jemi edhe në vit zgjedhor. Të zgjedhjeve lokale a mund ta marrin edhe vetë kryetari Rama dhe tjerët që një pjesë po bën betejë politike për ta mposhtur atë? Unë mire thes që tashve që jemi afër zgjedhjeve lokale, unë më shumë po e shoh këtë situatë që e ka shfrytzu kjo qeverisje lokale. Ata e kanë shfrytzu politikisht, për faktin që këto mos performancën e tyre, pa aftësinë e tyre, po mundohen tash me shfrytzu me veprime të tilla të propagandës për sabotim, për lojra politike, lojra fjalësh, për arsye se para 4 vite kur kjo qeverisje është realitet, bashkë me neve në atë kohë, e ka marrë pra qeverisjen me udhëheq kryeqytetin. Kto ka qenë problematika të cilat i kemi pas. Mbeturinat, qendrën Dacak edhe komunikacionin. Për mbeturina, ku unë kom pas mundësi me reagu, thash, kom rrit mbështetjen financiare të pastrimit, kom ble kamionat e ri. Për herë të parë në historitë të komunës Prishtinës është investuar direkt në ndërmarrjen pastrimi. Për herë të parë është investuar direkt me blerje të kontinierëve. Për herë të parë janë bërë këto. Dhe mos harrojmë, për herë të parë, unë si drejtori i shërbimeve publike e kom dizajnu, projektu, edhe buxhetu, e kom lënë në tavolinë të kryetarit Rama projektin për qendrën për grumbullim dhe trajtim të mbeturinave vëllimore dhe ndërtimore, inerte. Po. Për 2 vite, s'është lëviz fare. Bile çka është më e keqja, është largu edhe pi buxhetit. A unë e kom votu me asambleje, kom votu për me u bë, mu jetësuaj projekt. Sa asambleja voton, si mund të shmangën? Atëre mjetët janë realoku pra. Kanë shku me një projekt tjetër. Tash llogaritë për një problem kaq madhor, janë largu mjetët. A ke bërë me shpirt këtë punë me zemër? Po, me shumë e vërtet, po, me shumë vullnet. Qëre, drejtoria e shërbimeve publike, qeverisja lokale, po. Don angazhim edhe punë 24/7. Që unë shumë shpesh e përmendin. Momentin kur unë dikon 2 muaj derisa kom vendos me thon po për pozicionin e drejtorisë së shërbimeve publike. Për arsye se kam qenë një drejtor në një korporat madhe këtu në Kosovë, do me kom ditë që s'm ndron veç puna, po kam ndru edhe jeta. Edhe se kom pas letë, po shumë e vërtet. Po, mas ne kjo ana fisnike, ma ka mujt. Edhe kur kom dalë në fund me diskutu, me kryetarin Uranin, edhe gruja ka qenë me mu, Albulena edhe i ka thonë, tha, Len, qëre, tha, unë stash për ta marrë, tha, ta kthej mas 4 vjetë, që shtë, tha, që shta ko marrë. Edhe ta shpesh kur kisha, mas nena ka pak kritika që s'po je shumë shpes, po aset është, ka thonë, mas 4 vjetë ta kthej, kështu që, po, për e me qeverisja lokale dënë shumë angazhim, duhet me dasht, do të me të plotësu, dëshmoni mirë. A bëri gabim DTK-ja që e mori nga Londra zotin Rama? E solli këto? Jo veç LDK-ja, po unë menoj që të gjitha partitë politike, cilat mendojnë me e pru një njeri prej jashtë, një njeri cili nuk ka jetu, s'ka emocion, 24/7, me kryeqytetin nuk mundet më udhëheq. Do të thonë momenti që ti kur nuk e nje, unë e thëmë,
se cilin cep, se cilin birë të kryeqytetit. Edhe s'ki emocion, djeshmëri me ta, nuk mundesh me. Në prezentim të viteve që zoti Rama duke njohur detajshëm realisht po, tash vedo edhe unë muj me dalë edhe nashta s'pëdi të foli këto edhe për shkencë, edhe të foli ekonomist jam, po muj për çka do me folë se pregaditno. Po, shkej diçka tjetër. Po realiteti po tregon krejt diçka tjetër. Domethënë, këtë intervenimet cilat janë bo, që momentin kur nuk i njeh krejt rrugë, momentin kur nuk i din krejt problematikat, nuk i din mas ne historiku në secilës lagje ka pak. Edhe me ja ditë ku i kanë dhimbt, atëherë dihet që asnjëherë nuk i më mujt me menaxhu. Kjo është fakt, edhe po e shohim. Mu po vjen keq që jemi tu ballafacu tash ka pak me do njerëz që peshuajnë Prishtinën si tranzit. Edhe po vjen, valla nuk më dheze, edhe po shkaj. E mas nena problemet po vesen këto. Përsëri në Londër, po. Sakt. Që ne kemi gabu, është e vërtet si kryeqytet, për 12 vjet, unë para 12 vjetë i kom pas 26 vjetë, sot i kom 38, janë shumë 12 vjetë, nuk jam pak, edhe për asnjë moment nuk kemi mujt me pas një progres. 12 vjetë i kemi hub, kryeqyteti sot është katrahur, as nuk është funksional, as nuk është i jetueshëm, as nuk i përngjan një qyteti modern, evropian, urban. Që kjo është realiteti, është e pamohshme. Sot i qyteti është boj pa jetueshëm. Del në komunikacion, kur gjë s'u planifikon. Me mbeturina ki problem. Me kanalizim, gjithashtu. I shef vidot atje fëmijë tu na njeh, tu na i hongër çantën ndacak. Për kryeqytet po folin vitin 2025. Realiteti i dhëmshëm, nuk po shfrytëzoj as për politik, as për kur gjë. Po në politikë edhe mund të bën bilanc. Po them të drejtën që si qytetari i Prishtinës për flas, është e dhëmshme vitin 2025 me u ballafaqu me probleme të tilla bazike. A është momenti që tani PDK ta marrë në duar qeverisjen në kryeqytet? Unë mendoj që jemi në një pozicion për ju ka qenë momenti që nga pas tuta, por unë mendoj që jemi në një pozicion tepër mirë. A janë provuar të gjithë deri më tash? Deri më tash po. Unë mendoj se krejt eksperimentet i ka provu kryeqyteti edhe qytetarët e Prishtinës, krejtve ju ka jap mundësia për me tregu veten, ka shumë u punu në Prishtinë. Me thonë që po flasim për një shtet skandinav, për një kryeqytet skandinav, okej, mundesh veç me mirëmbajt se s'ki çka me bo, po që jo, këtu ka shumë me u punu, momentin që ka vullnet, këtu veç duhet me pas vullnet, duhet me dash këtë qytet për me mujt me pas rezultate. Andaj, krejt i kemi provu, krejt eksperimentet, krejtve u kemi jap mundësit, mendoj që tani mundësia dhe radha i ka arë Partisë Demokratike të Kosovës, me këtë ekip të mrekullueshme, fantastike, me provu edhe me menaxhu në mënyrën më të mirë të mundshme kryeqytetin. Unë jam i bindur që me ekipin të cilën e kemi, me përvojën që e kemi marrë tani më, edhe në komunë, edhe po gjithashtu edhe me rezultatet performancën të cilën e kemi pas, gjithashtu edhe me ekipin në asamble që kanë tregu konsistencë në këto 4 vite, unë e mendoj që Partia Demokratike e Kosovës sot më shumë se kur është e gatshme me menaxhu me kryeqytetin. Me kryetar, kandidat për kryetar? Unë mendoj që më i denjë është Uran Ismaili. Domethënë rim rapa asaj, edhe herën e kaluar ka qenë ngare, kujtoni, kemi pas një fushat mrekullueshme, një fushat tepër të mirë, konkrete, ajo çka mendoj që edhe i është dashur Prishtinës, po që prap mendoj që Urani është ai i cili mundet në mënyrën më të mirë të mundshme me menaxhu kryeqytetin, e don shumë kryeqytetin, është i lidhur shumë me të, e ka ëndër me mujt me menaxhu edhe bashkë me ekipën. Kështu që unë çka kom pa të dëshira dhe vullneti i Uranit për Prishtinën është fakti kur për asnjë moment nuk ka lujt politikisht me Prishtinën. Kur e ka bo koalicionin, kur e ka dorëzu ekipin të përparim Rama, i ka thonë që kjo është ekipi që edhe nëse unë isha kryetar, e kisha marrë me veti. Domethënë për asnjë moment nuk ka bo asnjë kalkulim politik, po është mendu veç me i ndihmu kryeqytetit. Se Rama tani akuzon vetë Uranin. Nuk ka qenë lehtë ti si drejtori i Partisë Demokratike të Kosovës, me pas një çfarë performance kemi pas na, kur e dim që kreditat kryesore shkojnë kryetarit. E vërtet është. Autoparlanti i kryetarit është më i madh, apo unë e kom postu, i kom marrë 400 lajka, kryetari Rama ka postu, i ka marrë 5.000 lajka, audiencën e ka më të madhe, po na s'kemi bu lojra, s'kemi bu sabotim, ne kemi dash me punu për një me për kryeqytetin. 80% të postimeve, edhe të përurimeve, të punëve, të përparim Ramës kanë qenë me drejtori të Partisë Demokratike të Kosovës. Si? 80%. Po? Të postimeve të cilat i ka i ka përuru projektet, kanë qenë Partisë Demokratike të Kosovës Prishtinë. Që merrem, bajëm për fjale, merrem këshëri postimet, unë edhe i kam krejt i ruj si dëshmi, e sheh që 80% punëve janë bërë prej drejtorive të Partisë Demokratike të Kosovës. E sot me dalë me thonë, po më saboton, apo nuk ta fali. Se është me të vërtetë është ofendim. Cila arsyeja ishte në sfond që u prish koalicioni? Shqo, momentin kur e kemi pa që kanë fillu këto lojrat politike pengon kjo performanca jonë, se edhe fillun me u bo këto ndarjet, këta janë të PDK-s, ne jemi të LDK-s,
Edhe në momentin kur e pam që ishte një temë me Badovcit, atje pati reagime që Debati për Badovcin. Debati për Badovcin. Përfundimisht u ka ndaluar. Përfundimisht na e dha shkelme Nësë fund nuk ka qenë në interes afaris biznesor. Jo, realisht ka qenë çaj Badovci, nuk i di interesat që kanë qenë mrapa. Po them, po që si Badovci ka qenë tema e fundit që ajo që mund thuhet në publik, edhe ajo që mund të përflitet në esencë, po. Çaja është Badovci tema e fundit ku unë për shembull para dite jam lavdu për punën që e kam bë me një postim te kryetari Rama, e mas dite, mas ne ka shkruar një postim që ik se domethënë është totalisht. Shqo, për me qenë një menaxher i mirë, fillimisht dosh me qenë edhe pak sa më me pas një standard. Zoti Rama po tash çush po duket punuar me të për atë brip. Po. Shqo, tash veç këto veprimet që po i bën me kryeshefin, do për shën çfarë niveli ka ro. Do shumë personale. Domethënë një natë. E ka thuar Urani Ismaili. Ju po thot po akuzacion tilla. Po Urani Ismaili më ka thuar edhe mua. Apo tash unë kom punuar jam kon një prej drejtorave më të mirë aty, më lojal. Edhe mu prapë Tretëresica, edhe pastrimi, drejtorin që e ka Urani, ka bu grev. E tash çfarë më thon unë? Ja, totalisht nuk flan as pak. Nuk flan as pak, mu po vjen atë keq për arsye se krejt diskutimet që ka po bëhen sot, po bëhen veç politike. Domethënë ata krejt pa aftësinë e tyne, po mundohen tash mbrapa kësaj perdës propagandës, sabotim, shantazh, sta në radio televizionin istemi. Akuzë, mafia, mbeturinave, Napoli. Si përgjigjen i kësaj akuze? Direkt e pat fjalën për ju, për dëkën. Me të thonë drejtën është e dhëmshme. Sinqerisht. Unë nuk mëj, po thonë kështu, në sinceritetin më të madh, po vjen keq, po du kërkon me ofendu, po nuk mëj me ranë çasë niveli deklarata tilla me i komentu. Për faktin që po flasim për një kryeqytet, po flasim gjithmonë për një shërbim bazik, po flasim për shëndetin e këtyre qytetarëve. Ai ka krejt mekanizmat në dorë. Është zyrtari kryesor administrativ, super i fuqishëm. Nuk ka as edhe një arsye pse sot nuk ecë. Po ta komentoni ti përgjigjen e kësaj akuzë. Është realisht është shumë mal, me të drejtë. Mu vjen keq. Jo, ta akuzë vjen nga kryetari. Mu vjen keq që është një kryetari i kryeqytetit është Katandis deri në këtë pikë. Katandis deri në këtë pikë. Mu shumë vjen keq. Është për keqardhje, edhe mendoj që edhe dëshiroj, lutem që kryeqyteti as edhe një herë vetëm mos me pas një kryetar të llojit, të formatit, të menaxhimit tillë edhe me deklarata tilla, me përdor terme mafioze, çfarë do tjera, kur po flasim për një shërbim të cilën ti e i thirrur me përfundu, qytetarët kanë besu, po nuk jetu i trajtu. Ç'a ndodhe në asamble, gjithë një pëmbate bllokuar, a nuk është dashamirësi dialogut Rama me asamblezët aty, që me gjithë aty, i pari duhet gjejë një shtek dialogu me tjerët për të afruar, për gjetur zgjidhje, për gjetur kompromis, me qenë se asambleja është institucion vendimar. As një iniciativë nuk po duket që është një nën aty që nuk është nënshkruar kjo kontrata me Bërllogun, siç kanë thënë. Kjo puna angazhimit të operatorëve të tjerë privat. Po. Secila sjellje e tij, secila iniciativë kësaj qeverisje lokale shihet që nuk e ka qëllimin edhe rezultatin për një me rregullu diçka. Për shembull, na e kemi rastin kur në pikë trendi ditës ke subvencionimi i pastrimit që i kishfut kryetari Rama me iniciativën e tij. 1.5 milion. Jo, 300.000. 300.000 ajo, po. Për subvencionimin e pagave. Domethënë ajo është lojë, domethënë e ke bë me qëllim të keq. Për faktin që te din që ma APL-ja, ministria ta kthen mrapa, se nuk lën me subvencionu paga. Se po na çet lajthitje, po nuk i nevoja, po kupton. Po bën për poena politik, me i thonë qytetarëve, çon e ka marrë iniciativë, po këta s'po ma votojnë. Mas ne pjesa tjetër ke, vis llogaritë. Me një rend ditës, me një prej disponim për bllokim të punës tim mbase ekziston edhe me raste në asamblea. Po aty bëhet edhe betejë politike. Aty bëhet betejë politike, po nuk bëhet betejë politike me tema tilla. Nuk bëhet betejë politike me Bërllogun. Nuk mund sa ata asambleistat që janë votuar për këtyre qytetarëve, ata s'kan përgjegjësi ndaj kryetarit Rama. Ata kanë përgjegjësi ndaj qytetarëve. Kryetari Rama shkon edhe raporton në asamblee. Nuk do të më kuptu drejt. Ata nuk e bojnë për Ramën, e bojnë për qytetarin. Se janë të besuar direkt, ata janë të votuar direkt për qytetarin. Po çka ndodhi në një prej seancave të tjera. Ishte rendi i ditës, edhe e kishin pastrimin, pikën e parë, edhe në një prej pikave ishte një shkëmbim i tokave. Tha nuk ketë tutje, propozimi është shkëmbimin e tokave me si të parën mas në i pastrimin. Domethënë më të rëndësishme ka me shkëmbim një tokë se me jap zgjidhje këtij problemi.
Kjo është totalisht e papranueshme. Totalisht e papranueshme. Andaj as asambleja, as pastrimi, as askush nuk mundet me lujt me fatin e qytetarëve të Prishtinës. Që kryeqytetit din me dënu, din me ndëshku. Unë vetë kom qenë pjesë e institucioneve, kom pa edhe arkiva, kom pa punën direkt çka është bo, e kom pa që një prej kryetarëve nështë ma të suksesshëm në kryeqytet është dënu veç për shkak të saj ignorancës. Pikërisht në atë kohë në debatin tim që kam drejtuar, ka qenë dueli nëse mund ta them i parë. Për ballja e parë midis dy kandidatëve në kryeqytet. Zoti Isa Mustafa dhe Shpend Ahmeti në debat në televizion publik. Domethënë vetë Mustafa ka thënë se ju muaj me duar në xhepa. Çka ndodhi rezultati? Ne dim na gjithë. Pse po e bë këtë paralele me zotin Rama? Po e bëj për faktin që po e shoh një arrogancë ti. Për shembull na flasim çdo ditë për problemin kryesor që e kemi komunikacionin. Trafikun. Trafikun. As edhe një herë nuk e kemi pa tu dal tu fol për sektorin privat, publik në transportin publik, as për intervenimet që duhet me u bë në kryeqytet, as për pjesë tjera, po gjithmonë me disa komente, me disa deklarata, lexoni libra. Kjo është shqetësuese, totalisht shqetësuese. Kjo tregon për ignorancën edhe po realisht çka ka qenë në fund rezultati nëse e merrni sa më në fund. Krejt e shes që po, okay. Po ju dush me dal me thonë që për këtë problem, cilin e kom gjetë këtë problem. 4 vite nuk jam pak. Shumë Shiko, nuk ka përfunduar asnjë rrugë unoza. Duhesh me thonë, aty sot i takon me dal me fol me fakte me projekte. E akuzon qeverinë që nuk e mbështeti për kur sot tash 6 muajt e fundit tash krejt pi akuzon. Po mblokoni, po shantazhoni, po sabotoni, tash kërkosh i mirë s'po dal. Tash edhe qytetar që rona diçka thash, shoqër që s'ka ndaj ndërmarrje që merret me trafikun, me komunikacionin. Po. Se veç kur kishton këta semaforat që tu mi bu pak të kushën si vishnjë tu ma bu. Shoqër që s'ka, se edhe aty ja u kish gjetni, po s'po ka edhe tash domethënë po i shkon fatura direkt atina. Po shihet që për problemet kryesore. Rruga Xhimxhema nuk mbaroi. Nuk përfundoi. Unoza brendshme, jo. Unoza sepse është kërka. Nuk e di çfarë po ndodh. Por ata po them që sot kryetari Rama investimet janë interes i kryeqytetit. Po duhet në rrethana racionale politike të gjendet një shteg komunikimi. Qoftë me asamblenë komunale, qoftë me partinë e zotit Kurrit, cilën zoti vetë Rama ka thënë se ka sabotuar në arsyeën që vetë Kurti ka ftuar në vetvendosje dhe ky nuk ka shkuar. Ato nuk i di, nuk më fol për diçka që nuk di, s'kam informata, po që për shembull rasti i ditës djeshme me qytetin kështu. Po ç'kjo, shiçë. Po shihet se kjo qeverisje lokale, dhe kryetari Rama e ka braktis, edhe kryeqytetin, edhe qytetarët, edhe ndërmarrjet. Pse po e them? Dje ai vetë me iniciativë të tij ka bë thirrje për një seancë. Nuk ishte aty, po. Për bartjen e mjeteve prej 28 milion euro, që është jetike për kryeqytetin. E the nuk merr pjesë në seancë. Çu arsyeton ti sto? Unë tregon. Domethënë ti vetë nuk po don me jap zgjidhje asnjë problemi kryeqytet. Ti vetë më nuk je interesuar me menaxhu këtë kryeqytet. Jetike. Doli drejtoresha e financave të tjerët me arsyetu sa është jetike, po pedim, po veç për neve jetike, për kryetarët s'më intereson. Okej, rregull, dhe dalë thotë që kom hek dorë. Kom hek dorë, nuk merrna më menaxhim kryeqytetit, vazhdoni ju. Ja po fshit hajrin. Këto indikator janë? Unë nuk po e lexoj ndryshe. Si po lexon? Nëse për 28 milion euro bartje, për punë cilët operatorët veç i kanë përfundu, e mjetet nuk i kanë marrë, e që janë projekte jetike për kryeqytetin, ti s'ke gjetë kohë 30 minuta me marrë pjesë në seancë, nuk e gjetë kohë 30 minuta me i taku sindikalist, bordin e kryeshefin e pastrimit, me jep zgjidhje këtij problemi, atëherë unë s'po di ç'më e kuptu. Tregomni atëherë, unë s'po di. Nëse një kryetar 30 minuta. Për arsye erdhi në gjykimin tuaj Rama në Prishtinë për ta qeverisur Prishtinën nga Londra. Shiqa, kur ka ardhur me një buj, edhe ka ardhur kështu pak si brand. Një arkitekt me çmime të mëdha, kryeqyteti ka nevojë, ndoshta për një eksperiencë përvojë të jashtme etj. Po na sot e pam që kryeqytetit nuk i duhen menaxherë që janë tranzit. I duhet dikush që jeton vepron çdo ditë me neve, hasën secilin problem, na ndëgjon. Unë gjithmonë e them, qeverisje lokale, për 2 vite sa kom qenë, kom punu shumë me Berzhin, kom punu shumë me KfW-n, me Bankën Botërore, me Gizin, me të tjerë. Edhe ajo kredia prej 70 milion. Është projekti i KfW-s, vis llogaritoj. Unë kom fitu grantin me KfW-n, 70 milion euro për menaxhim mbeturinave, që jep zgjidhje problemit mbeturinave njëherë për gjithmonë. Është tu e rreziku. Brestozi tha pse të japim 7-8 milion për asistencë teknike, për konsulencë. Po ti si tu i jep, po ti jep KfW-ja. Çka ki më jep ti?
Do të kur zovis kime najt, kime pa qysh ata i jepin zgjidhje një problemi që ti kur nuk si komunë s'kime mujt me zgjidh. Edhe 700 vjet y mund me pas për parë mra, mas unë zgjidh këtë problem. Po shihet pa aftësia ati. Jep ja mërë mundësi njerëzve, jemi po flasim për një shtet si Gjermania, po don me të ndihmu, me resurse, me mjete financiare. Pse nuk me merr? Do të thonë këtu po shihet totalisht një mos interesim i tij për me jap zgjidhje problemeve që çdo ditë po ballafaqohet qytetari i Prishtinës. Andaj mendoj që ka ardhur koha, dhe mendoj që me të vërtetë qytetarët e Prishtinës do të më reflektu, po din me reflektu, është pa gjithmonë zgjedhje lokale që është një vëdisë më i lartë në Prishtinë. Po të njerëzit merren me probleme konkrete. Edhe mendoj që çështu qysh unë shumë të tjerë, po edhe qytetarët po e vlerësojnë qeverisjen lokale që duhet me u marrë me jetën e përditshme të qytetarëve, mendoj që rezultati ka më qenë krejt ndryshe. Cili investim do ta veçoje, sepse nga vitin vit ka pasur suficit, edhe mund ta mirë kuptohet nga zërat racional, mbase që tensioni midis LDK-s e vetëvendosjes mund të jetë shndruar në problem për një vullnet më të madh të qeverisë për të investuar në projekte strategjike në komunë, por nga vitin vit ka tepruar buxheti i vetë komunës Musli. Shumë e vërtet. Po më tash edhe kjo bartë janë 28 milion. Flet për diçka të tillë, domethënë edhe ky është një keq menaxhim i buxhetit. Shqetëson komunë qeverisë lokale jetike është me ditë me projektu, pastaj me shfrytëzu mjetet, me planifiku, edhe me dalë me implementu në teren, edhe me mbikëqyr çka po bën. Këtu po shihet që ky zinxhiri ka dështu. Te projektet, tash unë po e lohan as modestin, po te projektet e komunës duhet me investu në drejtsimin publik. Unë për 2 vjet, sa kom qenë drejtori i shërbimeve publike, kom ri për herë të parë më shumë se 100 rrugë me ndriçuar në kryeqytet. Për herë të parë në Kosovë, edhe në kryeqytet, e kom vendosur ndriçimin smart. Domethënë është një punë që kur ka vullnet mundet me u bë. Është larg, po jemi hala shumë larg. Kryeqyteti ka 2200 rrugë, 800 janë ndriçuar. 1400 janë pa ndriçuar. Trafikun, me këtë zallamahi në trafik, nuk shon njëri që nuk kanë kohët. Pa dallim moshe, pa dallim gjinie, nuk shon njëri që nuk kanë kohët. Që këtu problemi është fillimisht që nuk ka pas projekt, do me thonë nuk ka pas projekt për intervenime. Zgjerimi i rrugëve, ndërtimi rrugës, vazhdimi rrugës B me rrugën Gjema. Ka mbetur një pikë 5 kilometra. Disa për njerëzve që kam takuar dhe rastësisht bënin edhe lutje, mbase lutje banale. Ama mbarojnë një punën, nuk për ju shikojmë fare, edhe po vodhet veç mbarojnë një punën. Veç me dalë. Pas qika, po ndëgja, po është edhemshme. Janë investime që e shkarkojnë qytetin, investime strategjike. Ka mungesë projekte. Që nga kuaj sa Mostafës, thuaj se nuk është bërë asnjë gjë. Komuna ka dështu me përcjell këtë zhvillimin e kryeqytetit. Ju dini që kryeqyteti këto vite është ndërtueshëm, është zhvillueshëm, nuk ke pas korsi të reja, nuk ke pas ndryshim të rrugëve të reja tash 2 vitet e fundit, dhe kjo është për keqardhje. Kjo na ka pru deri në gjendje çfarë jemi sot, një kaos total në komunikacion. Pra nuk është bu asnjë korsieri, nuk është bu asnjë intervenim, nuk është lëviz kur gjë në transportin publik, nuk është stimulu. Në kohën sa kom qenë unë, çdo ditë kemi punu stimulime ndryshme me bilet ditore, javore, mujore, wifi mrena autobusit, reorganizim të linjave, shtim të linjave të reja. Prej momentit, prej atëherë mos edhe një lëvizje më të vogël nuk e kemi. Ka kanë për të shkuar autobuset, po krijuan rrugë. Sakt, po mundet në infrastrukturën çfarë është, mundet spaku me nxjerr. Projekti i ndërtimit një tramvaj për ta shkarkuar. Ishte dashur kryeqytetet ta ketë. Unë e shoh mëset nevojshme. Siç janë në perëndim, mes rrugës funksionojnë. Sakt. Në cilin do qytet evropian. Nuk po flasim për pamje, të cilat nuk i kem shijuar, nuk i kem përjetuar. Pamje arkitektonike, inxhinierie. Edhe matjet kur janë bu, ka matje, besa ka edhe pak një draft projekt edhe për tramvajin në Prishtinë, po s'ka pas vullnet për me shty përpara, e që në të ardhmen mund me pa, gjithsesi. Mes rrugës mund Mes rrugës, shumë e vërtet. Si shkon? Ka platforma të ndryshme që munden me u bu. Edhe momenti kur vishin ekspert prej jashtë apo konsulent, kështu na këshirë pak si në hajgare, se të ishin shumë pak rrugë, shumë shpejt jepët zgjidhje. Nuk është ndaj shkencë, nuk jemi të folë për, s'mëdi, New York. Vullneti është tepër me Po që vullneti mungon. Në qeverisje lokale, unë menaj që është ky cikli me ndëgju, me vepru edhe me punu. Momentin kur nuk dëgjon, e hupçet kontaktin e parë, atëherë dije që ke dështu. Dush me pas vullnet me bu ndëgjim publik, dush me pas vullnet me pranu kritikën. Çfarë do të qoftë ajo? Me pengon kritika zotit Roma? Po shihet që po.
Domethënë momentin kur një sindikat del me protestu, e ti nuk i takon ata përfaqësues, po i takon përfaqësues e asaj sindikatës tjetër që po rrin shpe, atëherë shihet po që janë jo legjitim. Po hajde nuk po hyjun aty tash me gjyku a janë as janë. S'kan takoj krejt. Krejt sindikatat. Shko takoj si e kryetari i zot i shtëpisë. Do duhet me usil me përgjegjësi karshi pra votës cilën ta ka jap kryeqyteti. Gjithë tha që po përgatitet për ta lënë Prishtinën. Unë nuk po e lexoj ndryshe. Momentin kur nuk ki vullnet për me jap zgjidhje problem. Qysh del nesër, që veç po ha mësu. Qysh del nesër me lyp vot një kryetar, i cili thotë që po më sabotojnë, po më shantazhojnë, po më bllokojnë. Çka më bëu? Me të votu në hapet ty për me të bllokua? Jo më zot, ju do më jap zgjidhje problemet me Torino. S'do më ta votën me dalë tash në televizor me më thonë, mu po më bllokojnë, valla çka më bëu? Mafia Napoli, hojek ma bërlogu letë Napolin. Do më kupton? Do më thonë, unë se di nesër çush del ti me lyp vot kur thonë s'moj me punu, se mu më bllokojnë. Po jo, unë du më jap zgjidhje problemet. Unë nesër nuk du me pasë që të stres në komunikacion, nuk du me i rujt fëmijët e mi mos me dal as në lagje aty, ma hall mos me mujt me dal se kam Beturino. A kupton? Do më thonë mi rujt fëmijët dush me dal me shku mi prit pi shkollës se çante nda cakti njëkin. E mas ne ti po thu valla votam. Unë nuk e shoh ndryshe, do unë nuk shoh strategji. Realisht ajo qendra e trajtimit të Po është bo, po nuk është lëviz. Unë e kom bo ato. Edhe qendrën e kom bo, Hajvali, qendrën e kom bo. Edhe e kom nënshkru kontratën shpe me hortikulturën, me ndërmarrjen gjelbër, për me marrë në shfrytëzim. Unë e kom jetësu ato. Unë e kam intervistuar Brestovsin. Ja, unë e kom jetësu ato. Kur e kam përuruar. E kom unë në Facebook, e kom jo, postimin, po. Bashkë me kryetarin Rama jëm, në qendrën e qenve në Hajvali, që e kemi bu na, edhe unë e kom nënshkru kontratën shpe me hortikulturën, me ndërmarrjen gjelbër, për me jap në shfrytëzim. 18 milion projekt të blokua në rrugën në sheshin George Bush. Po. Tani ka debate për kundër. Po i shtym projektet për para Roma, ato projekte që ka interes, sikur mund të ketë dyshime për afera, korrupsioni, e të tjera, siç janë ngritur dyshime edhe për çështjen e këmbimit të tokave e investime tjera, sepse është një buxhet jo i vogël. Ndani ju dyshime për të tilla për Shqyqa, mu që kam pengon aty është fakti që pa i kry procedurat, pra pa i përfundu procedurat, është nënshkru kontrata, edhe pa u përfundu procedurat, pra kanë hy bagerat me punu, edhe tash kembet me një qërsukak. A qeverisi Rama me duar të pastërta? Nuk e di, me thonë drejtën, nuk jam marrë ma atë pjesë. Jo, une me thonë drejtën, une fokusin e kam çka po bëhet për kryeqytetin. Po të? Edhe gjithmonë vlerësimin, gjithmonë vlerësimin e bëj për projektet edhe punë cilat i ka bo. Une sot them se nga ne deri në 5 e vlerësoj me notën ne për parim Ramën, për fat keq. Menish. Për faktin që këtë nishin, pasojat e nishit i baj edhe une, si qytetar, e krejt të tjerët. Kanë abuzuar me param publike? Realisht na kemi pa raste ku janë ngriç shqetësime për raste të tilla, mirë po ende nuk kom pas që ka pas ndonjë verdikt apo vendim final, po me thonë drejtën, mu që ka mas shumë të shqetëson është që kjo performanca shumë e dopt. Performanca shumë e dopt e kësaj qeverisje lokale. Une, për fat keq po e thëm, po nuk e di që ka pas qeverisje ma dopt 4 vjeçare. Nuk e di, atëherë me dopt se dhe Shpendametit? Po, edhe ma dopt se Shpendametit. Shpendametit do autobuza i patpru. Tregomni, unë që unë, nashta edhe po e sfidoj së cilin, publikisht sot që sonte këtu publikisht po i sfidoj gjithë, po them që 4 vjeçar, për aq sa mbaj mend unë, kom lindje rrit në Prishtinë, është më i dopti në kryeqytet. Për fund fare, do doja, kanë mbetur edhe disa muaj, ende nuk është padur data e mbajtjes së zgjedhjeve lokale, besoj 3 muaj, 6 muaj përpara presidenti edhe mund ta bëj atë, besoj për diskrecionin e saj që ta bëj, por zgjedhjet janë këtë vit. Po e vërtet. Të muaj janë muajt e artë për parim Ramës, të fundit, apo muaj që konfirmojnë një fitore të tij përsëri? Unë me aq sa po shoh që kryetari Rama është dorëzu, domethënë veprimet cilat ai po i bën, deklaratat, po shoh që është i dorëzuar karshi garës së re, pavarësisht që kam po edhe një deklaratë që edhe Albin Kurtin kisha me mujt për kryeqytetin e Prishtinës. Eftoj, po, edhe në të njëjtën kohë po është edhe deklaratën që do të jetë prap kandidat, edhe pse në këto dyshoj, me thonë drejtën, i kam dyshimet e mia që ka me qenë prap kandidat prej sjelljeve dhe
gjitha këtyre deklaratave të cilat Po e i bën për tham në publik. se di ka kohë ende, kështu që në politik në ditën e fundit Mund të mundet me lëvizin ndryshu. këtu. Po mundet me ndryshu. Unë me thon drejtën jam shumë skeptik, çaj ka me qenë prap, për arsye se po mendoj sot secili din se nuk është pjesë e garës. Domethënë nuk është lojtar për garë. Domethënë nuk e shoh përparim Ramën për shkak të ankesave të shumta që janë në kryeqytet. Domethënë është shumë e thjeshtë me bë matje. Një zgjidhje Abdixhikut u kthye në dëm për të dëgënthu. Unë mendoj që po. Dami më i madh është bë kryeqytetit edhe qytetarëve. E masneja ata si parti politike, po ata i bojnë matjet e tyre, kalkulimet e tyre, edhe gjithsesi edhe analizën, po unë mendoj që në këtë rast LDK-ja e ka djeg një kartë të artë, edhe mendoj që ka me qenë kryetari i parë që nuk ka me mri mandatin e dytë. Zakonisht, historikisht, në për shumë komuna, ai që ka u thjesht një mandat edhe i dyti diçka si me automatizëm kartë. Unë mendoj që është hera e parë që domethënë kjo praktikë ka me u ndal, edhe mendoj që LDK-ja ka bërë një dëm të madh vetës për faktin që domethënë Prishtinën tash mendoj për një 4-5 mandateve ka me qenë oposit, ka me harru për faktin që kjo performanca jo e mirë qytetarët ka më dorë shumë kohë derisa të harrojnë. Falenderoj për kohën. Faleminderit shumë edhe ju. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.